nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe në një cikël të ri të emisionit Bardezi, pikërisht në muajin e shenjtë të Ramazanit. Pra tashmë sot besimtarët e besimit islam kanë pas iftarin e tyre të parë. Kështu që shfrytëzoj rastin përmes ekranit të DTV Media dhe gjithëve atyre të cilët agjerojnë muajin e shenjtë Ramazanit, t'ju uroj dhe t'ju uroj një agjerim të lehtë dhe të pranueshëm. Sonte po e nisim pikërisht me këtë temë. Do e nisim me një hoxh tjetër, ashtu siç jeni mësuar të nderuar shikues që çdo emision, çdo cikël i Bardezi i ka 10 tema në vetë. Sonte do flasim me hoxhën e nderuar Ekrem Avdiu, që është njëkohësisht edhe kryetari i Bashkisë Islame në komunën e Mitrovicës. Hoxh, faleminderit shumë që je sonte me neve. Është kënaqësi, faleminderit për ftesën në konsiderat. Faleminderit juve dhe njëkohësisht urime muaj i shenjtë i Ramazanit, një muaj i bekuar për gjithë besimtarët islam, edhe një falënderim edhe më i madh sepse në këtë muaj unë e di që jeni shumë të ngarkuar dhe keni zgjedhur që edhe përmes ekranit të DTV Media ti drejtoheni besimtarëve të besimit islam. Faleminderit shumë, ju uroj edhe unë juve, stafit tuaj, gjithë atyre të cilët na përcjellin. Lusë Zotin e Madhëreshëm që ky Ramazan tjetë i bekuar, ashtu sikurse e ka përshkruar i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur i paralajmëronte shokët e vet se Ramazani kur vije një muaj plot begati, plot bekime dhe mirësi. Është vërtet se të gjithë besimtarët në mesin e tyre edhe ne kemi angazhime, mirë po kjo nuk do të thotë në asnjë mënyrë që të mos përpiqemi që një rrezatim pozitiv ta shkaktojmë me paraqitjet tona nëpërmjet mediumeve të ndryshme, mes tyre edhe nëpërmjet mediumit tuaj. Andaj faleminderit shumë, donse që do të keni edhe shumë xhamat nëpër xhami, por është pak më ndryshe sepse ju jeni vetëm në Mitrovicë dhe ndoshta shumë persona kanë dëshirë që t'ju shohin edhe përtej xhamis për diskutuar për tema ndryshme, pashkas jo që edhe rrjetet sociale po e bojnë të vetën edhe po ju shohim gjithandej hoxhin nderuar. Në fakt unë ende se prezantova temën, por do të flasim për njeriu para dhe pas Ramazanit. Si hyn njeriu në Ramazan, a është i përgatitur të hyjë në Ramazan dhe si del njeriu nga Ramazani. Është okay kjo temë, hoxh? Padyshim që po, tash ju e dini se e keni strukturuar temën. Sigurisht i keni edhe pyetje të caktuara lidhur me këtë temë. Po është temë cilën edhe ne e trajtojmë në foltoret tona, në xhamit tona, shumë madje. E kemi trajtuar në ditët që i kanë paraprirë Ramazanit, e trajtojmë kryesisht në fillim të Ramazanit, e pastaj duke kaluar ditët, duke ja marrë dorën, Ramazanit është fjala, edhe fillojmë me trajtu edhe ndikimin edhe reflektimin e Ramazanit, që ju pas këtë zgjedhë sonte që të gjitha ti trajtonin një pako, ju përgëzoj për përzgjedhjes. Faleminderit shumë. Hoxh mbrëm, besimtarët e besimit islam kanë qenë në teravit e tyre të para, sot kanë pasur iftarin e tyre të parë. A ka diçka specifike që duhet besimtarit bëjnë në fillim të Ramazanit, apo se shpesh jemi mësuar që iftari i parë me qenë shumë i begatshëm, me u mundu me gatu sa më shumë. A njihet edhe kjo pjesë që duhet ta bëjmë? Kjo për hir të atyre që ndoshta e presin iftarin me shumë dashuri, por në anën tjetër ndoshta sofra e tyre është bosh. Ramazani e ka një terezi të vetën, e ka një program të vetën i cili deshëm apo nuk deshëm ne i përshtatemi atij. Për shkak të kësaj, ne gjithmonë bisedojmë para Ramazanit, a u bën gati për Ramazan, nuk ke çfarë të bësh gati, thjesht një parapërgatitje shpirtërore, e cila në një farë mënyrë për ata që nuk e përjetojnë Ramazanin për herë të parë, ata tani më e kanë të provuar, e kanë të ditur, edhe e dinë se çka i pret në Ramazan. Megjithatë duhet pranuar se Ramazani është përjetim, ani pse ata që janë në mosh, jo në mosh të shtyrë detyrimisht, po ata që se kanë Ramazanin e parë, përjetimin nuk e kanë të ri. Megjithatë konsideroj se secili Ramazan është përjetim në vete. Iftari i parë, sikur edhe çdo gjë që e bëjmë si fillim, si njerëz që jemi, e bëjmë me një lloj entuziazmi më të shtuar, më të theksuar, ndoshta nganjëherë deri në eufori. Për këtë arsye edhe iftari i parë njerëzit mundohen të përgatisin ushqimet më të mira dhe më të lloj-llojshme, ndërsa me kalimin e kohës sikur shkon iftari edhe praktika tjera të Ramazanit duke e marrë formën e rutinas. Kjo është njerëzore, po mendoj s'ka asgjë as shqetësuese, as me thonë të veçantë, as për t'u lavdruar, as për t'u ankuar.
Ramazanin duhet ta përjetojmë si mundësi, si një pako dhuratash, të cilat Zoti i plotfuqishëm i ka përgatitur për neve. Disa prej tyre janë vështirësi, disa prej tyre janë sprova, është një lloj testi për gatishmërinë tonë për të sakrifikuar, nga se nuk është e lehtë të agjërohet. Nuk është e lehtë të falet teravia, nuk është e lehtë të bëhen disa gjëra, disa veprime të cilat mund t'i quajmë se janë specifike për Ramazanin. Megjithatë, për t'u lehtësuar besimtarëve edhe më tepër, Zoti i plotfuqishëm e bën Ramazanin disi ne e përjetojmë, nuk jemi në gjendje ta zbërthejmë me të gjitha urtësitë edhe shkaqet edhe sepset. Mirë po e përjetojmë se dita para Ramazanit edhe dita e Ramazanit, por edhe dita e pas Ramazanit, përfshi edhe ditën e Bajramit, e përjetojmë se nuk janë të njëjta. Për shembull, ndonjëri prej neve ditët e kaluara, mbase me bë me mbet deri në gjysmë të ditës pa ngranë, do të përjetonte një uri të madhe kështu me radhë. Edhe pak nervoz. Edhe pak nervoz, edhe pak ankesë edhe kështu me radhë. Ndërsa kur ngritet nga xhumi në ditën e parë të Ramazanit, ditët e para edhe janë, edhe ato domethënë shkaktojnë nga pak uri dhe etje. Mirë po e di se themi ne e ka bën jetë deri në iftar me ndajt pa ngrana edhe pa pi, edhe në këtë rast nuk e dëgjojmë as edhe ankesën më të vogël. Kjo zbërthehet në dy mënyra, ose më mirë me thonë dy arsye kryesore i ka. E para, puna e motivit. Njeri kur e bën jetë një gjë, masanej përgatitet për te, si me thonë, me sakrifiku. Edhe e dyta, atmosfera është ajo e cila njerëzit i bën të durueshëm. Kur të gjithë agjerojnë, ose pjesa dërmuese agjerojnë, atëherë secili agjerues në një farë mënyre ndikohet prej agjeruesit tjetër, se secili rrezaton edhe pavrejt, kështu që krijohet një atmosferë përgjithshme e asaj që ne e quajmë devotshmëri, e gatishmërisë për të bërë diçka për Zotin fuqiplot. Kësaj njeriu zbulon në veten e tij një potencial për cilin ndoshta 2 ditë para Ramazanit nuk ka qenë i vetëdijshëm. Mundëm me i marë pa tendencë, gjithsesi mundëm me i marë shembull konzumues të duhanit. Pirja duhanit nuk është gjë e mirë, gjithë pajtohemi, ata që e pinë, ata e dinë më mirë se na që se pimë, se s'është gjë e mirë. Megjithatë ndonjëri prej tyre pa Ramazan nuk është në gjendje të kalojë 2 orë, 3 orë pa ndezë një cigare. Përdesja në Ramazan ai e ka programuar veten edhe deri në iftar e di se absolutisht nuk bie në sprovën e duhanit. Po në momentin që bëhet iftari, masandej prapë s'ka kush që e ndalë për me... goduj, mandej duhanin me edhe me një. Pse bëhet kjo? Kjo ndodhe edhe me ne që ushqehemi, pim, e kështu me radhë, dhe më thonë, nuk ka të bëj kjo vetëm me duhanin, por dua të them se e zbulon njeriu në veten e tij një potencial që e posedon, edhe para Ramazan e posedon. Mirë po është i fshehur edhe pa e qitë veten në sprovë, pa e sforcu vetën nga pak, nuk jemi të vetëdijshëm se sa mund të rezistojmë, sa mund të bëjmë, sa fuqi edhe forcë kemi e kështu me radhë. Pra, me këto që apo i shpjegojmë Ramazani, muajin shenjtë të Ramazanit, na mëson edhe durimin. Po, durimin edhe vetë përmbajtje, janë 2 gjëra skajshmërisht të rëndësishme në jetën njerëzore. E që Zoti i shpërblen shumë durimtar. Pa pikë dyshimi, durimi, sikur se thot Kurani famadh, thot vetëm durimtarët shpërblehen me shpërblim pa mas. Kjo as pak nuk është e çuditshme kur e kemi parasysh se durimi nuk është një veprim i caktuar, por durimi mund të jetë burimi i energjisë për të gjitha veprimet e duhura që duhet t'i bëjmë, për vetëpërmbajtjen nga të gjitha veprimet e këqija prej cilave duhet të largohemi, dhe njëkohësisht durimi është edhe ajo rezistenca për të mos na thyë sprovat edhe vështirësitë e jetës, ndonjë fatkeqësi, ndonjë diçka e pakëndshme prej më të lehtave deri te më të rëndat, edhe besimtari ato i përballon me durim. Dhe sipas kësaj, domethënë durimi e ka vlerën pothuajse të gjitha veprave së bashku. E këtu në këtë emision që e nisëm bashkë, unë u tregova pak e padurueshme në këtë rast, për shkak që u futa më njëherë te tema e Ramazanit dhe agjerimit, dhe harrova në fillim ju pyet hoxh niet, a është gjithçka bardhëzi, se emisioni është bardhëzi, dhe kur e kam nisi koncept, më ka dok pak interesant me diskutu me hoxhallart këtë pjesë. Unë do të thoja se jeta gjithsesi nuk është bardhëzi,
por e bardha dhe e zeza simbolizojnë gjana interesante, kur e kemi parasysh atë dualizmin i cili me gjithate mbretëron në shumë sferat të jetës. E bardha dhe e zeza simbolizojnë të mirën edhe të keqen. Ne shpesh i përdorim këto dy ngjyra, edhe pse ngjyrat në vetvete nuk është se e kanë detyrimisht simbolikën e gjanave të caktuara, mirë po, për shembull dikujt kur dojmë me lavdru i themi zemërbardh. Kur dojmë mos me lavdru i themi zemërzi, edhe pse zemra edhe ati është e kuqe, nuk është as e bardh as e zezë. Mirë po bardhëzia simbolizon mirësinë edhe e zeza simbolizon tjetrën. Është jeta vetëm bardhë e zi, jeta nga njerë madje mund të mos jetë jo që s'është bardhë e zi, për dikend është vetëm bardhë, për dikend vetëm zi, ndërsa për neve do të duhet ishte edhe e bardha dhe e zeza dhe të gjithë gjyrat dhe nuancat tjera. A i duhen njeri të gjitha nuancat? Pa pikë dyshimit që po, për arsye se shef, sikur neve të na kërkojë tash që të kthehemi në teknologjinë bardhëzi. Sa monotone do të duke jeta. Sot kanë dalë teknologji edhe gjanat të cilat edhe ato fotot e kahershme që kanë qenë në teknikën bardhëzi, po i bojnë me ngjyra. E të mos flasim ma për atë avancimin i cili ngjyrat i bën akoma më të qarta. Jeta është e këtillë. Problemi nga njerë ekziston jo te ekzistenca ose mos ekzistenca e ngjyrave, sa është prezent të aftësia ose jo e njeriut, jo për me i pa ngjyrat. Me i pa. Do më thonë se ne kemi shumë problem në jetën e përditshme. Tash unë kam mosh mjaftueshëm edhe kam përvojë mjaftueshëm për me qenë gjendje me bë krahasime që ka qenë të kaluarën jeta jonë, në qiellin tonë, në atë tonë, në Kosovë këto, edhe qysh është tash. Edhe nëse ndokush sheh vetëm bardhë dhe zi, ati do të me thonë nga dalë se unë maj mend që 50 vite, edhe atëherë ka pas ngjyra dhe nuanca, të mos flasim tani ma që jeta me gjithate duhet të pajtojme se është bo shumë ma e lehtë, në disa aspekte është bo ma e këndshme, tu e pranu që ankesat e njerëzve, me gjithati janë shtu, prindrit tanë nuk kam pas ankesa sa kemi ne, por edhe fëmijët tanë, pra ata kanë pas ma pak, e fëmijët tanë kanë ma shumë se ne, kjo në base është edhe për shkak të rritjes së komoditetit, edhe pastaj çdo avancim e hap një horizont të ri, edhe njeriu sheh diçka përtej, e pastaj lakmon taket edhe atë e kështu me radhë dhe aspiratat e një pjesë të njerëzve bëhen të pangopuna, të pamenaxhueshme. Dhe dikush masandej me gjithat komoditet që e ka një jetë dhe fillon të trajtoj jetën vetëm si bardhë e zi, unë mendoj se është duke u tregu jo korrekt edhe me jetën edhe me realitetin. Edhe jeta jonë edhe realiteti jonë nëse kthehemi në një rreth më të ngushtë, nuk është vetëm bardhë e zi, madje unë për natyrës jam një optimist i lindun, edhe them që ma shumë kemi bardhë se sa zi, andaj e zeza na vynë për me vlerësu të bardhën edhe e bardha për me vlerësu të zezën, ato kontrastet kanë njerë janë domosdoshme jetë. Edhe feja islame na mëson që me qenë ma optimist me jetën. Hoxhi nderuam, zakonisht jemi të prirur që na me i marrë kritë përgjigjet për hoxhës, po asnjëja nuk ndalemi me mendu po hoxha, sa vjeti ka pas kur ka fillu me agjeru? Ose ndoshta më mirë, unë prita që po thu, po hoxha ka i merë përgjigjet. Jo, libri shajtu nuk besoj që ka dyshim, po bashkë, po më intereson, hoxh, sa vjeti ke pas kur ke fillu me agjeru dhe çush jeni ndoshta ditën e parë të agjerimit, edhe një pyetje, se zakonisht prindrit ja u bojnë fëmijë, preshe se bëllë keni nu, do me thonë, ka gjysa ditës ja bojnë hajtë se e ke kryti. Kur isha fëmi, e di se hidhrohesha nëse bravo. Nëse më dilte gjume edhe i ndëgjoja atë botë të gjithë kemi hangër një sofer, edhe janë dëgju, do më thonë njerëzit duke ngranë. Edhe nëse rasisht ka dalë gjume si fëmi, ti o dasht me lip llogari prej dikujt, kryesisht prej nanës. Çka të ishin? Pse, hajtë si je hala i vogël, hajtë se kena harru me të thirë, hajtë se kështu me radhë, me gjithë ati i kujtoj akoma me nostalgji, ato syfyret, ani pse nuk më kujtohet për disa momente, a kam fillu atë botë me agjeru, apo jo. E mbaj mend se kam agjeru shumë i ri, e kom pas të letë
ndoshta atë vështirësinë fizike ma ka kompenzu ambienti familjar. Se krejt kanë agjëru. Po, krejt kanë agjëru, kemi qenë familje fetare, edhe mbaj mend edhe atëherë kur na kanë stimulu nanat, hajtë se ta harnoj, do më thonë agjëro gjysdite edhe nesër gjysdite, masani unë ta qepi, edhe bëhet një ditë, e kur kemi pyet për shembull, e pse jo s'po agjëroni nga gjyqja thotë se na s'kena nana, por me na i qep, na kanë vdek nana, do të me agjëru vetë. Në të vërtet, agjërimi si këtil për fëmijët, të gjithë e dim, juridikisht agjërimi bëhet obligim kur fëmija hynë moshën e pjekurisë, po menoj fiziologjike. Megjithatë, bën të agjëroj, madje mendoj se është mirë që të sfidohet me agjërim edhe më herët, jo për diçka tjetër, për të trajnuar, edhe për të mësuar, edhe për ta pa se agjërimi megjithatë është i mundshëm. Edhe është i lehtë, se Zoti e ka bërë lehtë. Gjatë përvojës time jetësore, jam përballë edhe me njerëz, ndoshta mosh rritun, mbas edhe të avancuar mosha 25-30 vjeçare, edhe që kur në jetën e tij s'kisha agjëru, më pa thonë njëri një herë, unë nuk është se s'kam qef me agjëru, po deri sot se di, sa kom agjëru, deri në gjysditës, ma shumë s'kom mujt me çu ditën me agjërim, edhe jam mundu me e këshillu që mos me i mbajt mend të uria, po me i mbajt mend të suksesi. Edhe për një mend, edhe ne pse agjërojmë edhe themi e kemi lehtë, nuk do thotë se e kemi lehtë. Mirë po e mbajmë mendjen të suksesi, edhe tani ato gjitha pengesat të i kalona. I keni pa ata atlet që i kanë ato vrapimet e shpejta me pengesa. Finishin e shë? Aje shë finishin, aje e ndron medaljen, e ndron çmimin, shpërblimin, ose famën, ose lavdinë e suksesit, pa ka rëndësi çka. Edhe në gjitha sferat e jetës. Neve mendojmë për shembull se çlirimtarëve tanë nuk ju ka ardhur vështirë me shku në luftë, ose dëshmorëve tanë ju ka lehtë janë vrarë dhe kanë vdekë. Jo, nuk ka qenë lehtë. Mirë po ai i cili e ka synimin të suksesi, ati pastaj pengesat i bëhen të i kalueshme. Edhe një jetë është kështu, edhe agjërimi është i këtill. Sa më herët që të fillojmë gjithsesi stërvitemi më tepër, e zbulojmë atë potencialin që thash se e posedojmë nga një herë edhe nuk jemi të vëmendshëm për te, pastaj e shohim se mundemi të bëjmë më shumë se sa mendojmë se mundemi në të gjitha fushat e jetës gjithsesi, dhe në fund nëse dikush do të ishte shumë i përgatitur dhe i stërvitur fizikisht, e atij i themi ama më shumë se sa deri në kohën e iftarit nuk ban me agjëru. Për çfarë arsye? Për arsye se agjërimi megjithatë e ka një kufi, e ka një limit që prej njeriu të nxjerr më të mirën, por nuk e shtrydh njeriu të tërin. Sikur për shembull kur dhurojmë gjak, ti nganjëherë ke motiv edhe ke dëshirë dhe gatishmëri me dhon 1 litër gjak, mirë po ata nuk të marrin 1 litër gjak. Për çfarë arsye? Janë rregullat bazate. Janë rregulla edhe të marrin aq sa nuk e dëmton shëndetin tanë. Edhe agjërimi merr prej teje lodhje, uri, etje, e ka parapas Zoti i plot fuqishëm deri në mozg, deri në perëndimin e diellit, thirrë zoni i akşamit, agjërimi përfundon edhe nuk lejohet pastaj për te kësaj me agjër. Vazhdimisht po tentoj me diskutu me juve me terma që ndoshta të gjithë na kuptojnë përmes ekranit, sepse jo të gjithë ndoshta janë intelektual, saqë me kuptu çdo fjalë që diskutohet nëpër studio televizive. Si fëmijë kemi dëgjuar nga pleq tanë që thonë ecë Ramazani. Është e vërtetë që na e shohim që ecë, po pse ecë Ramazani hoq? Pse nuk e kena një muaj, na thoj muaj i shenjtë Ramazanit, po tash njëherë po bjen muaj i shenjtë Ramazanit mars, njëherë po bjen shkurt, a ka na shpjegim fetar dhe të qartë? Po, shumë është i qartë shpjegimi. Ramazani në një cikël për 33 vitesh të kalendarit diellor, i kemi 34 Ramazana. Kjo për shkak se Ramazani fillon edhe përfundon sipas kalendarit hënor. Viti hënor është 10, respektivisht 11 ditë, varësisht domethënë më i shkurt se sa viti diellor, kësaj e kemi Ramazanin çdo vit 10 ose 11 ditë më herët, edhe kësaj lëviz Ramazani. Kjo e ka edhe një gjë interesante shumë për neve këtu në Kosovë dhe në nënqiellin tonë, në gjeografinë ballkanike në përgjithësi.
E ka një përjetim interesant për arsye se për 33 vite që agjeron njeriu, i bie të agjeroj Ramazanin në të gjitha stinat e vitit. Edhe kjo është e mrekullueshme. Dikush mendon se të agjerohet në dimër është më lehtë se sa të agjerohet në verë, për shkak se në dimër është dita më e shkurtë, në verë është dita më e gjatë, megjithatë edhe agjerimi në dimër i ka vështirësitë e veta. Për shkak të ftohtit, trupi i njeriu të kërkon më tepër energji edhe për të ngrohur dhe për kështu me radhë Zoti e ka bërë ditën më të shkurtë për të mos u maltretuar më tepër. Verës, mbase etja është pak një sfidë më e madhe, megjithatë e ka kënaqësinë e vet për arsye se nuk përjeton të ftohtë e gjana të ngjashme. Kësaj ai i cili vendos me agjeru, sidomos sa më larg gjeografikisht për ekuatorit, dita dhe nata ndryshojnë më shumë gjatë vitit, edhe ai që vendos në vendet tona me agjeru, ai në një farë mënyrë e dëshmon veten se unë jam i gatshëm të agjeroj, edhe kur është dita e gjatë, edhe kur është dita e shkurtër. Në praktike shohim se megjithatë dimret më shumë njerëz agjerojnë se sa gjatë verës, por një pjesë që hezitojnë të agjerojnë verës e kanë kryesisht ndoshta nga frikrat e ndryshme se mos nuk po ja dal, vapa e madhe, dita e gjatë e kështu me radhë, edhe pse prap po i referojmë asaj që thash më herët, motivi njeti e bën edhe agjerimin edhe gjatë verës, edhe në ditët më të gjata edhe më të nxehta, e bën të mundshëm. Po. Si shpërblehet nga Zoti një agjerues, Hoxha Karon? Ne nuk e themi datë. Ajo, okay. Por e themi atë që na ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë përshkrime ka? Thot njeriu do të befasohet me shpërblimet e shumta dhe nganjëherë mbase do të dyshoj, a thua mos nuk janë gjithë këto sevapet e mia. Jo, mos nuk janë gjithë këto sevapet e mia. Ka njëjtë sikur durimi, Hoxha, duket. Është paralel kështu? Po, është paralel për arsye se nuk di të ketë manifestim konkret të durimit më mirë se sa në agjerim. Po. Tregon ti mu, për shembull gjatë ditës njeriu kur e ka plon etja dhe uria, është vetëm në shtëpi. Nuk ka kamera, nuk e sheh njeri, edhe sigurisht e ka edhe frigoriferin plot, e ka ushqimin, pijen, mirë, po nuk e prish. Pse nuk e prish? Për arsye se agjerimi e kultivon të njeriu vetë përmbajtjen. Kjo vetë përmbajtje ndaj ushqimit edhe pijes është forma më e thjeshtë, më sipërfaqësore e agjerimit. Që do në thotë se kemi nevojë për një vetë përmbajtje e cila detyrimisht do të manifestohet në të gjitha fushat e jetës sonë edhe të relacioneve tona ndërnjerëzore, e në radhë parë të komunikime. Vetë përmbajtja e gjuhës, ose përmbajtja e gjuhës është prej gjanave më të rëndësishme, prej mesave më të rëndësishme që jep Ramazan. Se realisht ne kemi njeriu para dhe pas Ramazanit. Na shpesh referohemi që ndoshta thojmë kanë jarë shujtë është një nushëm. Shujtë është me Ramazan. Ne këtu e thojmë një nushëm, tash shujtë është me Ramazan është njëjtë. Por unë realisht shoh njerëz që janë shumë të qetë gjatë muajit Ramazanit, pavarësisht që ndoshta i një pak më temperament jashtë Ramazanit. Edhe shpesh njerëzve ju lind dyshime që më thonë, ç'tash veç për Ramazan u bë kë se nuk e njeni. Çfarë na mëson feja në këtë rast? Unë mendoj se ai njeri që për te do të me thonë, mos e ngotë se është me Ramazan, ai ndikimi i Ramazanit është afër zeros. I dopt pak. I dopsohet I dopt. Pse? Për arsye se nëse jemi me agjerim, nuk do të me të lonë met. Për kundrazi është vetë përmbajtje. Nashta ma shumë bre ta boj rrethi ojë thuj mos e ngotë me Ramazan, ai njeri shumë mirë është. Ka mundësi edhe kjo me qenë. Mirë po, nëse thua se dikush e shese gjatë ditës së agjerimit, është i qetë edhe më i qetë se zakonisht, unë mendoj se te ky njeri Ramazani e ka ushtruar rolin e vet. Po. Dhe më thonë, ndikimi i Ramazanit është i dukshëm. E ka kuptu që është agjerime. E tash, a duhet njeriu kështu tjetë vetëm në Ramazan, kjo është poenta, për shkak se edhe ne, edhe ju si gazetarë, edhe gjithë njerëzit, a nuk kemi nevojë që kohë pas kohë të avancojmë, qoftë edhe në profesion edhe në karrierë, sigurisht po. Çka bëjmë? Ndjekim ndonjë trajnim, ndonjë kurs caktuar o kështu me radhë, edhe gjatë 3-4 ditëve, 5 ditëve, varësisht se sa është ai programi i atij trajnimit, ne e arrim një certifikim për arsye se aftësohemi për të bërë diçka më tepër se ç'kemi bërë deri më tani. Ramazani është i këtillë. Agjerimi i 30 ditëve ose 29 ditëve, pra i muajit të Ramazanit, që Allahu i ka quajtur ditë të numëruara, megjithatë kalojnë.
Agjerimi i këtyre ditëve nuk do të kuptohet ndryshe përveç se një stërvitje dhe aftësim për cilin do të certifikohemi në ditën e Bajramit, edhe do të vazhdojmë të jemi të mirë, mbase jo po aq sa kemi qenë në Ramazan, por këtu është ajo, do më thonë, esenca e temës që jemi duke e shtjelu, të paktën të jetë më mirë se sa ka qenë para Ramazanit. Po e zomë, prej gjendjes për një nivelit caktuar që kemi qenë dje, që s'ka qenë Ramazan, deri në nivelin e ditës së fundit të Ramazanit, mbase do të ngritemi për, themi, për 10 shkallë. Është e pamundur, do të jemi realist që të vazhdojmë në shkallën e 10. Është në natyrë njerëzore kjo hoxha, po. Vazhdojmë na për shembull me kërku falje, me u lutë që mos me bë gabime, po kjo është në Po natyrë edhe kur njerëzore. bëjmë gabime, tërhiqemi prej gabimeve, kthehemi kështu me Gjithçka është në natyrë njerëzore, se shpesh gjykohemi si me thik, si me vizore, për shembull thonë qysh kështu, qysh ashtu në Ramazan ndryshe. Gjykojmë bardhëzi. Edhe i prejmë gjanat me sapat. Kjo absolutisht është e padrejtë. Edhe funit ne do të me e kuptu një gjë. Ne do të ta kuptojmë se ne si njerëz njëri tjetrin në asnjë mënyrë nuk ja bëjmë gjykatësin. Ndoshta do të ishim korrekt sikur vetës t'ja bënim jo gjykatësin, po prokurorin. Të ishim shumë kritikues ndaj vetes, mirë po me tjerët duhet jo ta përdorim kritikën mas të madhe, përveç aty ku ka nevojë për përmirësim, kritikën në formë të këshillës, jo në formë të gjykimit, ndërsa me tjerët ta përdorim arsyetimin. Pra, kritik, akuz vetës. Shkak pasor. Tjetrit arsyetim. Pas Ramazanit s'do të kthehemi në pikën 0, për arsye se atëherë krejt atë kohë e kemi shpenzu pothuajse kat, pa ndonjë përfitim. Mirë po kemi arrit 10 shkallë, kthehemi në shkallën e 8 ose të 7 ose të 6, edhe vazhdojmë jetën deri në Ramazanin tjetër, pastaj ngritemi sërish 10 shkallë. Një cikël 33 vite, besoj që një agjerues i devotshëm do të shkojë në shkallë. Nuk ka mundësi që të shkojë më poshtë, por vetëm më lart. Ashtu sikur në secilin zanat edhe profesion edhe punë që e bëjmë. Tash për shembull, kur ke qenë fillestare në profesionin tënd, edhe i ke kalu 5 vite, 10 vite në profesion, mrin në një situatë ku përveç komoditetit edhe mund t'i bësh mentore ndonjë kolegës tënde të re, edhe i thu shef në zanatin ton kjo punë bëhet kështu, kjo nuk bëhet kështu, kështu me radhë. I këtill do të jetë edhe Ramazani në jetën tonë. Njeriu, një gjë nëse e kuptojmë, për kryerjen, për sosjen nuk e arrin dot. Nuk imagjinohet te njeriu. S'është i krijuar për me koni për sosjen. Absolutisht. Që nga fillimi. Derisa është kështu, atëherë gjithmonë kemi çfarë të përmirësojmë në jetën tonë. Çdo ditë, jo vetëm në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit, gjithmonë kemi çfarë të përmirësojmë, edhe mendoj se më fatlumi prej të gjithë njerëzve, prej besimtarëve, do të ishte edhe duhet të jetë ai i cili njerëzit që e njohin, familja, rrethi, të dashurit, miqt, ata me të cilët shoqërohesh gjatë gjithë ditës, ata me e pa ndryshimin në ty gjatë jetës. Ata me e pa ndikimin e agjerimit, me e pa besa ndikimin e namazit, me e pa atë që po i rrëfej një gjë nga jetëshkrimi të dërguarit të Allahut, kur ka ardhur prej Mekës në Medinë, pasi që kishte jetuar si i dërguar, si pejgamber 13 vite në Medinë, erdhi në Mekë, kur emigroi në Medinë kishte edhe fise qifute. Edhe një prej atyre qifutëve, ata qifutët kishin trashëgu shkrimet shejta, shpalljet të pejgamberëve të mëhershëm, edhe aty e gjenin për shkrimin edhe paralajmërimin për një pejgamber që do të vije, edhe njëri prej atyre dietarëve të asaj kohe, të qifutëve, thot isha kurioz me e ditë ky njeri që po thot jam i dërguari i Zotit, është në të vërtetë i dërguari i Zotit apo vetëm po pretendon edhe po gënjen. Edhe i ka përgatit disa prova për me e testu pejgamberin alayhi salatu wasalam. Ama thot kur kom shku me e taku në momentin që e pash fytyrën e tij, thash kjo fytyrë nuk është fytyrë gënjeshtare. Po më çto po e përfundoj këtë citat veç për me e pa. Edhe shpesh i them vetes. Shpesh e shohim njërin.
vetë dhe pa fol, pa e testu se është a ka Krijoti ndryshu përshtypje pak. se mundet me qenë Është një njërimi. farë atmosfere, një farë energjie që të krijon për rreth. Pa dyshim. Edhe pa testim. Unë them, shpesh, i them vetës në radhë parë, u them edhe miqve të mi, ne a japim përshtypjen kur na takon dikush se nuk jemi gënjeshtar. A japim përshtypjen se nuk të radhtojmë. A i ofrojmë dikujt aq siguri, sa që në momentin që takohet me ty për herë të parë në jetë, ose ka nevojë për një shërbim prej teje, ose edhe nëse s'ka nevojë, thjesht ka me të pyet për një rrugë, ka i bie kjo rrugë, shembull, nëse është japanxhi, edhe ai me u ndi i sigurt se ti nuk e rren derisa i tregon se këndej shkohet për shembull në filan vendi. A mundet me arrit njëri që nivel hoxhin dhe rrugë? Jo që a mundet na duhet me arrit, nëse nuk e arrim, atëherë kemi ngecë shumë. Pra duhet me punu me vetën? Duhet me punu me vetën shumë, edhe duhet me bo vetës program të përmirësimit. Vetë përmirësimi nuk ndodhë nëse nuk vetë logaritemi. Pastaj vetë përmirësimi nuk ndodhë nëse i themi vetës mashallah, ajo shprehja popullore për mashallah. Po, mashallah duhet mi thonë dikujta, më vetës, kur mos i thuj mashallah për arsye se s'duhet t'jesh kur i knaqën me të arriturat vetanake. Për ndryshe keme ngecë. Po jeta është aq dinamike sa që edhe qëndrimi një vend është eci mrapa. Po, mirë. Një detaj shumë i rëndësishëm në muajin e bekuar të Ramazanit është edhe leximi i Kuranit, hoq. Kom has shumë shpesh qoftë në rrjetet sociale, qoftë në për rreth të shoqënisë që thonë që nashta nuk po dina me lexu Kuranin. Na shpesh normal kërkojmë Kuranin në gjuhën shqipe, sepse ajo është më e thjeshta për neve dhe nuk është e arritshme edhe për të gjithë me lexu në gjuhën arabe. Në muajin e shenjtë Ramazanit, hoq, shme thonë, a pranohet, a konsiderohet vepër e mirë edhe nëse lexon në gjuhën tënde që me kuptu ma mirë? Para se më përgjigj për leximin e Kuranit, përderisa the a pranohet edhe është vepër e mirë. Një person i ka dhënë qenit ujë, edhe e ka fituar xhenetin. Ka që të tjerë. Janë dy transmetime për mashkull edhe për femër. Po, kemi parasysh. Dua të them se një e kanë pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qenit me i dhon ujë që ka sevap, thotë në çdo mëlçi të gjallë ka problem. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se një vepër më e thjeshta që ne ndoshta për njëri tjetrin nuk e kishim vlerësu. Me ardh dikush me na thonë kishte dalë një degë nga kopshti yt jashtë në rrugë dhe unë e krasita atë degën në mënyrë që njerëzit të mos dëmtohen prej saj. Po s'ka shtizore, pse e prekshe. A në të vërtet, për një qësi krasitje të degës, njeriu e ka fitu mëshirën edhe shpërblimin e Allahut fuqiplot. Të gjitha këto kanë ardhur në transmetime se dikush ka prirë me thonë, ku po i din ti? Mos t'i shkon që na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si kishim ditë gjithsesi. Kthehemi te leximi i Kuranit. Kurani pse ka zbrit? Madje Kurani ka zbrit pikërisht në Ramazan, edhe Ramazani duhet të na lidh me Kuranin gjithsesi. Pse ka zbrit? Ka zbrit që ne të udhëzohemi me te. Si do t'jemi në gjendje të udhëzohemi me te nëse nuk e kuptojmë? Ta lexojmë në original është vepër me vlerë, ka shumë sevap. Mirë, po nëse ndalemi vetëm aty, nuk kemi bë gjë. Për arsye se ne që jemi jo arab, ne duhet ta lexojmë përkthimin, ne duhet t'i lexojmë komentet, interpretimet, ne duhet t'i dëgjojmë zbërthimet që i bojnë e që shqyqyr Zotit sot kemi djetar edhe njohës të mirë edhe të dijeve fetare edhe të mësimeve të Kuranit, që në gjuhën tonë e zbërthejnë në mënyrë të mrekullueshme edhe duhet të shfrytëzojmë këtë begatit të madhit Zot. S'di me lexu në arabisht, me realizoj përkthimin, me realizoj komentin, jemi shumë të bekuar që në gjuhën tonë janë me 10 përkthime të Kuranit. Mund të tingëllojë e çuditshme, dikush mbasi edhe mund të pyes pse me pas nevojë Kurani me u përkthy 10 herë, kur do të mjafton të përkthehej një herë. Kurani është aq i veçantë, saqë unë personalisht i konsultoj shumicën e përkthimeve që i kam pranë dorës, edhe mësoj prej secilit prej tyre, edhe pse unë Kuranin kuptoj jashtëzakonisht mirë, po menoj jam i aftësuar, i certifikuar që edhe vetëm e përkthy. Mirë, po secili përkthyes ka një mënyrë të vetë të kuptuarit, edhe ti kur e lexon pasurohesh. Kështu që duhet me lexu, edhe duhet në asnjë mënyrë mos me heq dorën nga leximi i Kuranit. Vazhdimisht.
absolutisht. Sa herë të kemi, mirë, se tash jetojmë edhe në botën digitale. Kemi aplikacione, që ndoshta nuk e kemi librin e shenjtë fizikisht, po e kemi në për aplikacione. Është e preferueshme edhe kjo pjesë nëse nuk ke tjetër mundësi? Është aplikacioni Namazi, po ju referohem këtij aplikacionit që mund duket shumë zyrtar, tash nuk e di sa e keni pa ju, a mundet edhe përmes këtij aplikacioni? Pa pikë dyshime. Të kuptojmë, libri është mjet. Nuk është synime. Kur them libre, e kam fjalën fletët, ngjyra e shkruar mbi të kopertinat. Kur flasim për Kur'anin dhe zbritjen e tij, Kur'ani ka zbrit para se të zbulojë shtypshkronja. Pra shkruhej, madje edhe ma shumë mbajnë mend për arsye se ma pak njerëz dinin të shkruanin edhe të lexonin. Kështu që aplikacioni ose kush e di çka do të dalë në të ardhmen, të gjitha ato janë në rregull për arsye se ato janë thjesht vetëm një medium, një pikë kalimi i fjalës së Zotit deri tek ne. Unë për vete e përdori shumë, domethënë sidomos nëpërmjet telefonit, e lexoj edhe në origjinal, i lexoj edhe përkthimet, edhe bëj hulumtime për kuptime të caktuara, për arsye se tash shqyr Zotit na është lehtësuar një gjë e tillë. A ka sure të veçanta që rekomandohet shumë që gjatë muajit Ramazanit me lexuar çdo natë? Jo, nuk di të ketë diçka të veçantë për ta lexuar. Mirë po, nëse njeriu nuk është në gjendje të lexojë shumë, preferohet gjithsesi gjatë gjithë Ramazanit të paktën një herë ta lexojmë prej fillim deri në fund Kur'anin. Mirë po, dikush edhe mund të mos arrijë për shkak të angazhimeve të shumta. Atëherë e bën vetë atë preferenca. Po, hoxhë nderuam se nisëm pak me syfyrin, me iftarin, me leximin e librit shenjtë, po du pak ka fundi me diskutuar edhe namazin e natës, që është shumë i rëndësishëm gjatë muajit shenjtë të Ramazanit, por jo vetëm. Ka edhe namazlit natës që e bojnë edhe e praktikojnë në fakt edhe gjatë gjithë vitës. Cili është problemi ose domethënia ose çka domethën, pse duhet një besimtar me bëu namaz natë? Namazi natës është një shenje e dashurisë që robi ka për Zotin. Edhe njerëzit, dashuria është e shoqëruar edhe me një dozë të xhelozisë. Njerëzit kur duan ndërmjet vete ka dëshirë që atë dashurin e vet me pas veç për vete. Tash paramendoj lidhjen mes robit edhe Zotit. Është lidhje shumë e veçantë edhe robi duhet të synojë që Zoti ta ketë veç për vete. Edhe pse Zoti është shumë absolut, po megjithatë të paktën robi i përkushtohet Zotit në një kohë kur është larg zhurmës, shamatës, dritave jo në kuptimin konkret gjithsesi, po në kuptimin figurativ, larg hipokrizisë. Namazi i natës kultivon përzemërsi dhe sinqeritet. Namazet e ditës, ato obligative, kanë vlerë më të madhe kur i falim publikisht, i falim në xhami. Mirë po jeta publike dhe jeta private, ajo e veçanta, e fshehta që s'ki qef me e pas... Në fund jemi ata që s'na shë kërkush. Sakt. Edhe aty pastaj njeriu e bën një lloj balansi edhe mendoj se namazi i natës është një fuqizues i mirë i këtij balansi, edhe një kultivues i mirë i sinqeritetit edhe përzemërsisë. Sa zgjat namazi i natës? Sa dush. Sa të kesh vullnet. A ka çush me rekate, çush, namazi i natës. A ka diçka më ndryshe se sa 5 vakte tjera? Jo. Namazi i natës falet 2 nga 2 me kusht, me preferencë të fuqishme që në fund të vulloset me atë që ne e quajmë namazi i vitrit, që është namazi tek. Tash për shembull, sa me fal natën, ki zell me i falë 2, fali 2, 4, 8, 10, 20, 100. Do thonë nuk ka kufizim. Ka preferenca. Thonë jo, 8 i ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e vërtet është transmetuar që i ka falë 8, mirë po transmetuesi ka thonë mos pyet sa të gjata e sa të mira. Do thonë si ka falë kësi 8 që ne me zespresim me ik prej xhamisë për me dalë pastaj me kalu një pjesë tjetër të natës në relaks. Namazi i natës falet aq sa ki zell dhe vullnet, aq sa ki freski dhe energji. Pa ndonjë ngarkesë. Sot gjatë ditës i kemi kalu ditën pra agjërueshëm, por po duam pak me fol për niyetin, kur e bëjmë në syfër, domethënë, a din krejt me bëj niyetin edhe s'ka ma kollaj. Po a numërohet edhe nëse dikush ndoshta nuk është që din mirë ose sipas rregullave fetare, ose ka ndaj rregull caktuar që nuk bën me lëviz jashtë vijave të kuqe për niyetin? Jo, niyeti është gjëja më e thjeshtë për tu aplikuar. Po është gjoja mos them më e rënda, po më serioze për të mirë mbajt. Okej, po na e diskutuam këto herët. Niyeti është i lehtë për të aplikuar për arsye se nëse kemi fol para disa ditëve me kolegë ose me shok ose me miq ose me familjar, edhe është bë pyetje, a do më agjëru si vjet?
Ti ke thonë po kismet, çaj është njëti. A po? Absolutisht. Çka është Po njëti? gjëmat letë, unë nuk kom po, do më thonë Jo, shumë qështu pozitive. krejt thonë, fyti të gjithë edhe e she. Do më thonë njëti është ajo vendosmëria jote, çka do me ba, do me agjeru apo jo? Po valla, du me agjeru, u kry Momenti kur e ke vendos. Sakt, njëti është vendosmëria, zotën, edhe nuk është diçka tjetër. E tash, a do të me e bo çdo natë një jetë, po edhe nëse themi do të me e bo, pyetjen ja parashtroj, pse u çove në syfer? Me njëtë ma gjërë. U kry muhabeti, që njëti. Do më thonë, nuk ka ndonjë komplikim, normal. Në aspektin formal, pastaj duhet të respektohen vijat e kuqe, që ato syfyrit të respektohet me kohë. Po, normal. Po e zomë, nga njerë na pysin, më ka dalë gjumi mas syfyrit. Ka kalu koha, a ban vis një gotë ujtë api? Ja, nuk ban, valla. Adin me keqardhe e thot njeri, po nuk ban për arsye se këto e në gjanat definume fetarisht, nuk e bojmë një për atër të askurit. Se kum pas se ka dhe agjerime tjera, po flas jashtë fesë që e bojmë për shëndet, për diçka tjetër, ato janë tjera. Ato kanë marrë model prej agjerimet tonë, mirë po jo, agjerime fetare. Ato janë tjera, kështu që agjerimi fetar e ki orarin e sakt edhe duhet me respektua dhe ka mjafton. Për fund hoxh, sepse në vija trasha i kemi diskutu po për shkak të kohës dhe uroj që kemi me pas edhe 2-3 tema tjera për muajin e shenjtë Ramazanit. Na si shoqëni jem që do më thonë shkojmë, vim për iftar, e shojmë që edhe Bashkësia Islame për të vërtetës shtron iftare, një atmosferë shumë ma e mirë se sa gjatë gjithë muaj tjetër. Qysh me shku musafir tek një njeri? Ndër gjanat më të mira që i kemi dhe i kultivojmë jam pikrisht këto ta quaj kjo ngrohtësi sociale që e kemi ndërmjet vete. Edhe në rrafshin e familjes, edhe në rrafshin e farefisit, po edhe në rrafshin e shoqërisë dorën zemë. Kështu që derisa mbahemi kështu, në Ramazan sidomos, iftarët e përbashkëta, syfyret më rrallë, zakonisht njerëzit syfyret i bojnë vetëm e familjarë. Rinia e kum po që ma për qef, rinë për syfyret. Po, sigurisht. Po, jo vetëm iftarët, jo vetëm Ramazani, po dhe gjona tjera, në gëzime, në hidhrime, në piklime, në mërzi, ne i gjindemi afër njëri tjetrit. E kemi ende këtë pjesë. Absolutisht, edhe kjo është prej gjonave që neve na fuqizojnë tepër. Ramazani, iftarët e përbashkëta e kanë një efekt shtesë që një gotë ujë ose një kokër hurmë me adhon një agjerusi që ai me atë që i dhe ti me bo iftarin, ti realisht një kopje e shpërblimit ti takon edhe ty. Para mendo tash në familje kur i fton 5 familjarë ose 10 familjarë, si mas mundësive. Dhe më thonë 10 fishin e agjerimit krasë agjerimit tanë që e ki shpërblimet. Për cilët ka me bereqat besoj? Absolutisht po, absolutisht po. Shef, une e them shpesh edhe menoj se është e qartë, Zoti i plot fuqishëm kërkujt si ka mbet barqë. Nëse ti jep krijesës Zotit, jo vetëm kur ka ai nevojë, po edhe për qef, ama për hir të Zotit, Zoti kërkuj si mbetet bashkë. Shpresojmë që asë ne hoqë që shkojmë të Zotit, mos kemi bërsh ndaj Zotit edhe ndaj askuj tjetër. Urojmë që në këtë jetë jemi të tillë. A din çka është sfida jonë? Sfida jonë është të bëjmë atë që mundemi, atë pjesën tjetër Zoti e plotson me mëshirën edhe faljen e tij. Hoqë nderuar, faleminderit shumë për kohën edhe për gjitha këto këshilla që na dhe në studion e Bardhëzi. Faleminderit edhe ty, ishte kënaqësi. Miq të dashur, ne bashkë do të shihemi javën tjetër përsëri me tema tjera. Ju tash me ndeni që 10 tema i kemi me hoxhën e nderuar Ekrem Avdiu. Deri në takimin tonë të radhës, qëndroni me programet të DTV Media. Mos harroni që më njëherë pas Bardhëzi e keni edhe emisionin Llaf pas darke me kolegun tim Korapin, ku ju mund të kyçeni direkt me telefonata. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.